Dhe qyshtja bëjsh kanë me ta bo. Fëmijat thun një dit kanë me ta bo zije mazi. Nana dhe babala nuk pa kanë mshirë ndaj me të vezërve të tyre. Dhe po e thëmë sinqerisht edhe seriosisht edhe me vetë dijet plot, me gëzim po e presin nana të kësaj kohe me u bo fëmija me ec, me i bo një vjetë e gjysa 2 edhe drejtimi i parë në këpsht. Ku pe qënë këpsht? Ti ku pe qënë këpsht? Ti ku pe qënë këpsht? E ju që keni pare, hapni që si kopshtë sa të mëni, edhe rritni shmimet sa të mëni, mos i leni me 150 me 200, po rritni shmimet. Se kur nana edhe baba janë të interesuar në për kopshte, atëherë ju që keni mundësi, hapni që si qerdhësh, që si kopshtesh, se keni me i mbush. Amo ju që keni pak strategji në biznes, shikoni pak ma largë, intereson në përntarmen edhe për shtëpi të plezër me i hapë. Pse? Sepse qëta fëmija e kopshteve, të qerdheve, këta mas 50 viteve e marrin nanën edhe babën për dorë e thonë hajde edhe ti po çojna një kopsht tjetër. Që shumë ke shumë unë ke lanë atje vetëm. Ju që jeni pak ma vizionarë dhe keni pare, bënë për këtë projekt për në tarmen, shpia shka të plegjve, sepse ka me pas interesim qysh ka në për Evropë. Bugjeti madh, mjetët të mëdha ndahen prej ministrive të mirëqenje sociale për Evropë për që ta pleshtë dhe plakat, sepse i madh i vogël pejtrive i marrin printe dhe i qojnë në për shtëpit e plegje. E dini pse? Se atje motja ka nis me lanë fëmijët vetëm. Para mendoje 8 orë, 10 orë po të regojnë raste, vanohet nana baba, ka dalë se jam i zënë, jo trafiko, pse me konë sa ma largë fëmis. Edhe ishtë në këto pëjmendjes që kejtë fëmija po kanë probleme me folë, se kejtë kur t'i pëq, e pse po i qenë një kafsh? Jo, s'po mëne djallin mu socializue, s'po mëne vajza me i thonë fjallë të mirë, po në pas një ditë këpsht, edhe përshë sa mire flasë gjuhën Shqipe. As një ditë këpsht, edhe jem kon fëmija i parë, edhe unë s'kom pas kush me mësu me folë atë. Po na kejtë mëre në për shpia tona Shqip flasim, kejtë na komunikojmë Shqip, ka pak e kena njës tash anglisht edhe gjermanisht, po shumë hica prap flasim Shqip. Edhe tash s'pas ka mundësi nana e baba me mësue, po dash ka me qu atje. E ka nane babë që i lanë edhe ma gjatë, jo 4 orë, 5 orë, po 8 orë, 9 orë i lanë në këpsht. Dhe qyshtja bëjsh kanë me ta bo. Ju që i keni fëmijët në për kopshte, si s'po keni kohë për fëmijët e ju, për ka titoni, shkoni ka pak atje të lagje e perinazit, që na të shtëpin e plezgjë aty. Mos shkoni atje të ajo shtëpia atje, largë që është, që ajo është e bukur, atje shkojnë veç ata prind që s'kan fëmijë, s'kan djemë dhe vajza. Po të kjo shtëpia këtu në kryeqytet që kemi në lagjën Pirinazi, shkoni ka pak vizitane, bini rretherotëll dhe këshën e venit, thuj nështa që tu më pret edhe mua. Pse? Se fëmijët e mi ku më quhe, dikun tjetër. Andaj vllazën do të me manifestu mëshire. Do të me manifestu mëshire. Unë nuk du me folë për kopshtet dhe për qelët. Sepse krejt prindit ashtetohen, po na jena në punë, po mirë me tash që po punan ti, ose gruaja jote. Pagesa që aty në kopshteve 2-3 fëmijë, ka po bëhet dikon rreth 500 euro për 3 fëmijë. Ku e ki e rogën? Ti sa e ki e rogën? Qa e rogën që pe merë peqane? Pa në koftë që ashtu veç me ndru parat, meru me fëmijët e tu. Si do që tjetë, na duhet jemi ma të mëshirshëm, edhe nëse i kemi fëmijët në për shtëpi tona, me qenë ma të dhimshëm, me qenë ma të mëshirshëm, me qenë ma të dashur.